Krimi I rrugës po rritet nëpër masa të frikshme e tashmë jon më në orët e mbrëmjes das nëpër rrugica e larg syrit të policisë. Një ndër zonat më të preferuara të mbipopulluara të Tiranës, liçeni artificial, është kthyer në shenjesën e radhës të grabitësve. Të paktën 5 denoncime janë bërë ditët e fundit për agresion fizik, ndërkohë që mijëra kryeqytetas ndihen të pasigurt teksa kalojnë disa orë pushimi apo aktivitet sportiv në këtë park publik. Jo, në orët e mbrëmjes nuk para dal, po tash në këtë kohë dal. Po tash edhe shumë e sigurt nuk mund të flasish, se shumë gjëra po bëhen, po është fakti se unë bazditeve nuk dal. Sipas raportimeve në polici, grupe personash kanë nisur të vjedhin me dhunë sende personale të qytetarëve, madje duke përdorur ndonjëherë dhe armën. Policia duket se nuk është në gjendje të parandalojë këto krime, madje janë shënuar edhe raste kur këto krime janë mbajtur dhe të fshehta nga autoritetet. Ndërkohë pranë parkut të liçenit kanë lulëzuar dhe lulëzojnë edhe çadrat e ronëve ndacak, të cilët njihen dhe si kontingjent të mundshëm për grabitje. Frika dhe pasiguria po shoqëron kryeqytetasit, veçanërisht këmbësorët që po shmangin daljet në orët e vona dhe mbrajtjen e sendeve me vlerë. Vetëm pak kohë më parë, një grua humbi jetën në afërsi të fushës së aviacionit pasi u tentua t'i grabitej varëse që kishte në qafë.